Unë nuk e harroj kur, kam qenë 6 muaj i martuar. Dhe u zemrova shumë, nuk isha i krishter, nuk isha besimtar, u zemrova shumë me gruan. Dola jashtë, edhe më takon baba. Ku po shkon, thash, kur të kthehem në shtëpi, thash, atë, mos ta gjej më atë. Edhe baba më tha, atë tam, tha ke. Lulin i thash, hajde këtu me babën, tha. E dola bëra i gjira. Besa më birë, tha. Me mend që ti dash e përzihesh me gra i herën 6 muaj. Gruaja dhe familja është diçka që ti duhet me pranu e me një gjuhë. Edhe ka qenë mësimi më i madh që prindi im ka dhënë, me sinqeritet, sepse nuk i dolin krah. Nuk më dolin krah. Ai më zbuloi, prindi më zbuloi sepse më ka rrit. Nëse prindi zbulon një tmet të fëmia në një martesë, është bekim për martesën. Po kur prindi i del në krah vajzës apo i del në krah djalit në një konflikt, e prish martesën. Dhe unë për këtë gjë jam duke thënë që nuk është mirë.